Lëngu i kockave më ka mbaruar, kështu që hajdeni ta bëjmë pra bashkë. Shikojeni si tundet, e kam shumë qejf se sa gjelatinoz që del. Tani kalojmë te përgatitja, do na duhet si fillim letra e furrës nga Fino, ky paketimi me 30 copë që janë të prera paraprakisht. Do vendosim të gjitha kockat dhe do i pjekim në furrë për 20-30 minuta që lëngu të ketë edhe më shumë shije. Më pas në tenxhere do t'i shtojmë ujë derisa të mbulohen totalisht. Unë preferoj t'i shtoj dafin, piper kokër dhe trumz, si dhe pak uthull që e ndihmon për të zbërthyer kockat. Gjendja pas 6 orësh në zgjerrje të ngadaltë është kjo, kockat janë totalisht të zbërthyera, do t'i kullojmë dhe apo ta shikoni janë komplet bosh. Pasi e kemi lënë në frigorifer të mpikse, do t'i heqim këtë pjesën e yndyrës sipër, që mund ta përdorni në fakt për të skuqur. Rezultati duhet të jetë ky, një masë shumë gelatinoze, e cila është shumë e përqendruar në vlera dhe në shije. Të gjitha racionet unë i ndava në këto qeset nga Fino, zipper bags, të cilat janë me mbyllje hermetike. Paketimin e hapni vetëm këtu në fillim dhe tërhiqni qeset një nga një sado që ju duhen. Mund të shënoni dhe emërtimin e produktit dhe datën se kur e keni gatuar. I vendosa të gjitha në frigorifer në ngrirje dhe mbajta vetëm pak që ta bëja me ujë të ngrohtë, me krip dhe me limon për ta pirë sepse ka fantastike dhe shumë benefite për trupin, lëkurën dhe çdo gjë tjetër.